Umre, çka do të thotë umre? Nga vjen fjala umre. Do të thotë dikush umre, shko të bëj umre. Tamam, rregull është, ama umre si fjalë çka do të thotë? Është një rast shumë interesant. Para do ditësh ndigjosha një dietar arab. Për vete shumë jam prek për kësaj historie. Është shumë i njohshëm. Muhammed Hussein e ka emrin, është egjiptian dhe ka shkuar në Medinë. Te xhamia Profetit alayhis salam është dietar dhe ka qenë përgatitur që t'japi ders njerëzve. Kur jam mbledh njerëzit, është ngret një prej xhamatit dhe i ka shkuar afër, ka thonë, "O sheh, se kështu i thon hoxhës, o sheh, o hoxh, prit. Mos e fillo dersin. Ta tregoj historinë time, pastaj historinë time tregoja këtyre njerëzve." Ky njerëz që ishte ngret prej xhamatit, ky ishte milioner, multimilioner, egjiptian edhe ky. I thot shehut i dietarit, thot, para do vitesh kam qenë i paralizuar. Gjys paralize. Nuk kam mujt me lëviz. Nuk kam lënë vend të dynjas pa shku, deri në Angli kam shku, më vizitu, nuk kam pas ilaç. Nuk kam pas ilaç. Dhe thot një ditë për ditëve që ashtu me kolice. Shof, e kam ndes televizorin dhe shikoj Qabën, shikoj njerëzit u bë tavaf, e më hyni një mallëzim. Dhe i them djemve të mi, merrni do më çonin Qabë, bëj tavaf dhe të bëj umre. Ka thonë, o ba, po si çan gjendje je? Jo, do merrni të më çoni. Me avion privat e kanë çu, milioner. Thot, i kam thonë djemve të mi, merrni kolice, mleni afër Qabës dhe hikni. Mas 2-3 orash hajde merrni. Mleni këtu. Te që hallin tim, derti tim, Allahu tim. Ka thonë, betohet në Allah, subhane gjelle gjelalu. Thot, 2 orë. Jam lut Allahut subhane gjelle gjelalu, për lutje për shpirtit e për zemrës. 2 orë të t'ju kam lut Allahut dhe kam thonë, ja Rab, drejtu ka Qabja, ja Rab, ose do më ngresh në kam, ose më qonë vërë. Njënën për 2. O të ngrehem kam, ose ma mirë ma me shpirti shkojnë vërë. Ama dua për zemre, për Zotin e madh motrat e mia, një dua që të bëhet për loshkës zemrës, ti është e sigurt që Zoti nuk ta kthen mbrapsht hiç. Prandaj çdo gjë do të jetë për loshkës zemrës, prandaj tash gjë e parë umra don pastrimin e shpirtit, pastrimin e zemrës tënde. Nuk ka gjë të pamundur te Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Inna ma amruhu idha arada shay'an qala kun fayakun. Allah azza wa jall kur don diçka më bëhet, bëh dhe bëhet, se pengon fuqinë. Kudretin Allahut, ke hallet e tuja, dertet e tuja, ke gjunahet e tuja, lutju për ulju Allahut subhanahu xhelle xhelal. Thot ja Rab 2 orë thot, sa jam lodh duke bë dua. Ka zon gjumi ashtu para Qabës, duke bë dua, dhe thot në atë gjendje që kam qenë, gjumë thot vjen një za. Dhe thot ngreu hec, jam shqetësuar dhe u frigova thot dhe jam ngret, dhe se ka diktu vetë që është ngret në kam. Kjo është histori e vërtet që e tregon dietari Muhammed Hussein, që është një prej dietarëve të mëdhenj këtij umeti. Tu tregon atë mrekullinë, atë mirësinë, atë mëshirën e Allahut azza wa jall kur njeri drejtohet Zotit madh me shpirtin dhe me zemrën e pastër. Gjëja e parë pra, pastroje jetën tënd në atë vend. Qëllimi kryesor i yt do të jetë ibadeti, jo gjëra tjera. Sepse kemi pa motrat të cilat më shumë e rëndon derti se si ta bëj një selfie, se si ta bëj një foto para Qabës, se si ta bëj duan me gjithë zemër. Pse një 7 ditë, pse e shfryzon atë 7 ditë, dikush bëhet zeher se nuk i lejmë ne, s'na dhe hoxhanica ko me bë foto, me bë selfie para Qabës. Nuk e kemi Qabën vend reklame. Qabja është vend ibadeti. Këtë dhe di se cila për nesh mundet ka herë njeri për qef. Kej për qef, ama non stop tjetë dëshira jote, vesh me bo reklama, i hik esenca i ibadetit, nuk lejo, nuk është mirë. E dyta, bëj istikfar sa më shumë prej sonte. Unë e di që ti bën istikfar, ama sidomos prej sonte bëj istikfar. Ne jemi në muajin e istikfarit, jenë muajin Rexhep. Jenë muajin për atyre që thotë Allahu subhanahu xhelle xhelalu inna iddat shuhur inda Allah 12 shahra. Vërtet Allahu, mujet janë, të Zot janë 12 muj, 4 muj janë hurum, që quhen Muharram, që nëse bëhet gjunahi në këto 4 muj është edhe më i madh. Ne jemi një për atyre është muj Rexhep. Dhe thot Allahu subhanahu xhelle xhelalu dhe mos i bëni padrejtësi vetit juaj në këto muj, sidomos ti bësh haramin këto muj është edhe më i madh se mujet e jashtë, mujt Rexhep. Bëj sa më shumë istikfar.
E treta, nëse i ke hyrë ndër hak dikujt dhe ke ardhur, je të shkuën numre dhe nuk folën me dikën, ka hatërmetje dikush ka familja juaj. Ka hatërmetje dikush nga farifisi juaj, merre telefonin dhe telefonoj dhe kërkoj një hallallik ose një mesazh. Mos shkon qabe i dhrume me njerëzit. Mos shkon qabe me hakun e tjetër kujt. Çka do lloj haku, secila prej nesh e din vetin e vet. Tamam? Pra të kemi kujdes, njetin, istikfar dhe ki kujdes kujt i ke hyrë në hak. Pse? Që ta pranoj Zoti atë ibadet. Që ta pranoj Allahu subhanahu xhelle xhelalu umrën tënde. Tani, janë disa rregulla që duhet me i bë. Secila prej nesh duhet marri gusl. Është sunet, është praktike e Profetit alayhis salatu wassalam, përpara se niset për umre, duhet marrësh gusl. Ai gusl kur të bëhet, e merr sonde, e merr nesër sabah puna jote.